Koalicioni udhëhequr nga VMRO DPMN sipas rezultateve të 2 raundeve të zgjedhjeve lokale ka fituar numri më të madh të komunave, gjithsej 54 komuna dhe qytetin e Shkupit. Pas VMRO-s, koalicioni vlen renditet e dyta për nga numri i fituar i komunave me 9 gjithsej. 5 komuna fituar në rrethin e parë të zgjedhjeve lokale dhe 4 të tjera në rrethin e dytë. Partia opozitare maqedonase e LSDM-s ka fituar në 6 komuna, ndërsa koalicioni AKI në këto zgjedhje lokale ka marrë vetëm 4 komuna. Ndërkaq Mendyqyra i përkrahur nga Vlen ka fituar në Strug, kandidati i Znamit fitoi në Kumanov, ndërsa Unioni i Romëve në Shutorizar. Вкупниот број на запишани избирачи. Numri i përgjithshëm i regjistruar i votuesve në vendvotime është 994.672 votues. Nga ky numër i përgjithshëm i votuesve kanë votuar 450.435 votues. Përderisa përqindja e votuesve që kanë votuar në vendvotimet e përpunuara rezulton 41,76% në nivel shtetëror. Për shkak të censuzit të zgjedhje të dështuar në Gostivar, Vrapçish, Qendër Zhupë dhe Mavrov Rostush.